Regjistrimi i nxënësve të ardhshme në vitin e parë në komunat serbe në Kosovë përfundoi sot, por drejtorët e shkollave fillore në Llaplasel dhe Graçanis thanë për Kosova Online se janë regjistruar me pak fëmijë se sa në vitin e kaluar. Drejtori i shkollës fillore Kralj Miluti në Graçanis, Vladimir Milkić, thotë se deri me tani janë regjistruar 63 nxënës në vitin e parë, ndërsa vitin e kaluar kishte 74. Drejtori i shkollës fillore Miladin Mitić në Llaplasel, Ljubisha Karagjić, thotë gjithashtu se në vitin e kaluar ka pasur më shumë nxënës, që gjë tregon se fakti se vitin që kanë diplomuar 58 nxënës nga klasa 8 dhe se ka 35 nxënës të ri të vitit e parë, tha Karagjić. Maturantët e shkollave teknike nga Mitrovica, Veriut dhe Zveçani parakaluan përgjatë shëtitores së qytetit të Mitrovicës me këngë, valle, flamuj kombëtar dhe trumbetist, duke festuar ditën e fundit në bankat e shkollës. Në parad morën pjesë në numër i madh qytetarësh, kryesisht prindërsh dhe familje, por edhe mësues, të cilët erdhën për të mbështetur fëmijët e tyre dhe për të festuar me ta. Tubimi u shoqërua dhe siguruan nga një numër i madh i pojëstarëve të policisë së Kosovës, të cilët ishin vendosur në disa pika në qytet. Ceremonia diplomimit në Leposavić u festua me trumbetist. Përfaqësuesit e listës serbe udhëhequr nga presidenti Zlatan Elić vizituan personat e zhvendosur në Leposavić, të cilët, si shton ata, kohën e fundit morën ftesa nga administrata komunale për të lënë apartamentet e tyre për të kthyer qelset e atyre apartamenteve në të cilët janë zhvendosur kohën e fundit. Banorët deklarojnë se nuk e kanë ndërmend të largohen vullnetarisht, por kanë frikë se autoritetet lokale mund të përdorin forcën policore për t'i dëbuar. Lista serbe deklaroi se këta janë njerëz që tashmë kanë humbur gjithçka dhe se kryetari i emëruar në mënyrë të paligjshme dhe jo legjitime Hetemi tani po përpiqet t'i pështrojë përsëri. Edhe 26 vjet pas përfundimit të luftës në Kosovë nuk ka të dhëna të sakta se sa Rom u vranë në vitin 1999, por as në vitet e mëvonshme. Këto krime nuk kanë epilog gjyqësor dhe midis 120.000 dhe 150.000 Rom që u larguan nga Kosova në atë kohë shumë pak janë kthyer dhe aktualisht përballen me një eksod të heshtur, por edhe me pamundësinë për të ushtruar të drejtat e tyre themelore të njerëzit. Kjo u njoftua në konferencën mbi vuajtjet e Romëve gjatë konfliktit në Kosovë, e cila u mbajt sot në Beograd. Presidenti i qendrës së shoqatës së Romëve në Gjermani, Kenan Emini, theksoi se në atë vit Romët në Kosovë përjetuan eksodin më të madh pas luftës së dytë botërore. Kryetari i Komisionit Qeveritar të Kosovës për persona të zhdukur, Andin Hoti, reagoi ndaj mënyrës se si mediat raportojnë për gërmimet që po zhvillohen në burgun e Dobravës, duke i përshkruar raportet si të papranueshme dhe shqetësuese. Hoti theksoi se në vend që glorifikimit mediatik, Kosova ka nevojë për rezultate konkrete. Në një postim në Facebook, ai tregoi se shkrimet e mediave janë të papranueshme dhe thellësisht shqetësuese, jo për shkak të përmbajtjes, por për shkak se, siç deklaroi ai, mënyrës së trajtimit publik dhe ankthit të panevojshëm që shkaktojnë tek anëtarët e familjeve të viktimave. Avokatët e Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jekup Krasniqit dhe Recep Selimit planifikojnë të paraqesin një mocion për të rrëzuar akuzat me 2 qershor. Pas kësaj, prokuroria do të ketë 1 muaj kohë për të përgjigjur këtij propozimi, raporton Shërbimi Publik i Kosovës. Ish udhëheqësit e UÇK-s janë në paraburgim në Hag për 4 vjet dhe po gjykohen nga dhomat e specializuara të Kosovës për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Në nëntor të vitit e kaluar, kryetaria e gjykatës, Ekaterina Trendafilova, tha se u takon gjyqtarëve të vendosin nëse do të lirohen nga paraburgimit, pasi zyra prokurorit të specializuar të përfundoj paraqitjen e provave të saj.
Në Shqipëri, policia ka arrestuar 10 persona të cilë u gjetën 14 zjarri, telefona celular dhe një sasi të caktuar droge, ndërsa u lëshua urdhë arresti edhe për 2 persona të tjerë. Arrestimet u kryen në një operacion që u nis pas një hetimi disa mujor për kontrabandën e armëve nga Kosova. Një urdhër arresti është lëshuar për Altin Pajazitin dhe Kadri Prushin, të cilët u ndaluan me 1 prill me dyshim për sigurimin e armëve të zjarrit në Kosovë dhe disa qytete në Shqipëri dhe sjelljen e tyre në Tiranë. Moti në Serbi për fundjavë do të jetë kryesisht me diell dhe dukshëm me ngrohtë her pas here me vranësira mesatare dhe me erë të dobët ose të meduruar perëndimore. Temperaturat e mëngjesit të shtunën do të jenë nga 5 deri në 12, kurse ato më të larta ditore nga 23 deri në 27 gradë Celsius.